ëmbëlsohet me një lugë çaj me mjaltin, për shembull, e mbushim dhe e tresim kur çaj gjithmonë çdo lloj çaj nuk duhet të jetë i nxehtë kur ne tresim mjaltin, sepse na humbasin një pjesë atyre. As nuk duhet të gatuajmë, patjetër, nëse përdorim si ëmbëlsues, po pa menduar që ka vlera, po thjesht nuk duam të përdorim sheqerin. Ka rrezik përdorimi i mjaltit në gatime? Po humbasin pothuajse të gjitha vitaminat. Plus kësaj, ai oksidohet. Dhe ajo ëmbëlsira bëhet e zezë që nuk na është jep atë ngjyrën e errët. Pra nuk e përdorim sepse duam të ruajmë, themi mos përdorim sheqer, përdorim mjalt se është më i shëndetshëm, por jo, oksidohet dhe pra e tresim në atë sherbetin e ftohtë dhe a hedhim ëmbëlsirës. Kjo është perfekte. Nëse një mjalt është shumë i vjetër, i ka humbur vlerat e tij, çfarë ndodh nëse e kemi para shumë vitesh një kavanoz të mirë mjalti? Po, atëherë, me kalimin e kohës, këtu zhvillohen disa lloje myqesh, të cilat janë të pakapshme nga syri, por strukturojnë ato deri dhe depërtojnë në brendësi. Deri në sa kohë duhet të qëndrojë një mjalt? Një mjalt mund ta ruaj atë freskinë e vlerave të tyre 24 muaj. Nëse e ruajmë në kushte të ftohta, ku aktiviteti i kërpudhave të mykut frenohet, ajo mund të shkojë edhe më shumë, edhe 3 vite. Edhe 3 vite. Gjithmonë të ruhet në kavanoz qelçi? Gjithmonë nëse do të ruhet në kavanoz qelçi, në ambiente të errta dhe të freskëta. 4 gradë për shembull. Freskia na shton jetëgjatësinë e tij. Thuhet që mjaltin nuk duhet ta marrim, ta prekim me një lugë metalike për shkak të oksidimit apo problematikave të tjera. Është e vërtetë pse gjithmonë merret me atë lugën e drurit? Po, me lugën e drurit, sepse ne përmendëm tek mjalti që ka substanca shëruese dhe enzima. Pra, afërsisht ne kemi 30-40 gram në 1000 gram, kemi enzima, të cilat, kur bie në kontakt leri ato lugët e tjera, por edhe me këto, ato fillojnë që të na dobësojnë atë jetëgjatësinë e tyre. Mund të na shkatërrohet një pjesë e këtyre enzimave. Por përmban edhe koenzima, për shembull, pak, po përmban këtë koenzimën që 10. Po përmban edhe këtë vitaminën B, për shembull, që janë shumë të dobishme për sistemin nervor. Qartë, doktor.